Prokuroria e posaçme SPAK, në bashkëpunim me autoritetet franceze, ka realizuar një operacion të suksesshëm, duke zbuluar dhe goditur një grup të strukturuar kriminal i cili kryente mashtrime me kriptomoneda. Gjatë operacionit u realizuan kontrolle në një qendër thirrjesh dhe në 4 banesa në Tiranë, mbas hetimeve të zhvilluara përmes një hetimi të përbashkët ndërkombëtar. Grupi kriminal përdorte platformën online Universal Trade për të mashtruar qytetarët francez, duke inkurajuar ata të investonin në kriptomoneda. Në kuadër të hetimit u dokumentua një dëm financiar prej 825.400 eurosh për 4 shtetas francez, ndërsa për 9 të tjerë dëmi arriti në 1.1 milion euro. Viktimat kontaktoheshin nga persona me identitete të rem, të cilët i udhëzonin për të investuar në kriptomoneda përmes platformës online, për të shkaktuar dëme të konsiderueshme financiare. Gjatë operacionit, autoritetet sekuestruan pajisje kompjuterike, telefona celular, cold wallets për kriptomoneda, dokumente të ndryshme, vula biznesi dhe një automjet luksoz, si dhe një shumë totale prej 5 milion lekësh në valuta të ndryshme. Një shtetas shqiptar identifikuar si GP është arrestuar për rolin e tij kyç në hapjen dhe transferimin e portofoleve të kriptomonedave, ndërsa hetimet vijojnë për të dokumentuar plotësisht përgjegjësinë penale të përfshirëve.